O njerëz pa dinitet, pse e ktheni një dorëshëm që është gëzim, e ktheni në politikë? Për juve që shoni, për juve që e mbroni, mendoni me mbrojt me kësi deklarata sukur kjo. Se nuk i pengon shqiptarit të zakonshëm që 2 milion që i kish Ramushin bank, Vukamovicin mrena ditës i fiton për shqiptare. Mrena ditës. Dhe këtu e kemi na problemin se këta e kanë dorës me narkonit me Cezën në repriz në kaseta për ata. Të menu që pëmbrojnë familjen Haradinaj, kjo e përzin me dashme në Cecës e shkapedione. Tjetri del thet ka kushtu 10 milione, jo ka kushtu 100.000, jo ka kushtu 200.000. Një djallit dëshmorin. One Ramushin nuk i kom votu kur edhe kur se votej, se jam kontra në politik me ta. Po, është likështi e shqiptarit muqu me përdor një darshëm, një djallit dëshmorit, që ka një ditë gëzim një jetën e tina, se ta një jetën është, nuk është e letë me hup një prind, edhe pse je krenar që ke hup prindin, të man aja krenaria, po mungesa prindit është për ta një jetën. Një ditë djalli e ka ditë gëzimi, martese, quhum na shqiptarët ja prishëm atë qatë ditë gëzimit. Do të sha e do të mbrojt. Pse mërë nuk muna një herë me lonë të paktë në rahat që ta djemë të dëshmurve, me thonë ka dole bre se ata gëzim nuk kanë për ditë, ata gëzim e kanë shumë rallë. Në krejt jetën e tyne mund me pos gëzim 3 herë, 4 herë, martesa, në lindje, edhe që ato qohëm ja prishëm na. Pat nuk po mundi bre me bon video e me bon komente për Ramushin që mund është 3.000 video bre me bo konratina me fjallët e tina nuk pa shajt pa kur gjan veç ka fol, lajti mund është me bo sa dush video. Po pse përzin një djallin e dëshmorit herojit Kosovës, një djall që nuk mirat me politik, një djall që është, unë nuk e njo për veti, që tash unë e pesha, se kum njoft, nuk kum kara me taku as me pa kur, po deri sa aj nuk mirat me politik, pse ja bani darsmen politike atina. Shere e Ramushit ja prishtin ditën e gëzimit një djallit dëshmorit. Po liebre mas 2 dite mund është me thonë shka dush Ramushit, e Dautit, e kujdo tjetër. Po pse bre jo kështu, pse jem kaq të poshtër. Pas kemre sa në pak më të mira veç më marrë me një darshëm, një djallit që nuk është i përzim politik, një djallit që kur njetën tema as kërkush nuk ka mujt me një fjallë as mirë, as keq, as nuk u përzi njetën politike, as nuk e kum pa na për fushata, as nuk e kum pa kërkun heqat njeri. Quhëm ja prishëm gëzimin. Nëse meriton me pas shtet. Unë e baj video, po për këta njerës publik, po nuk mirëna me thmin e kërkujt. Kjo nuk është, për mu nuk është në regull kjo. Që kem të bo na nuk është në regull. Mos e përzi jetën privatet një djallit ri, një djallit dëshmorit me politik, pse për përzi? Shka ki nevoj më marrë ti me darsme në atina? është sen private tina, është gëzimi tina. Pse na më që me prish gëzimin? Një gëzim e ka pas, edhe që ata ja prishëm. Në për vete
Po më vjen marrë edhe kur pisho, do video, do komente, do sene. Po më vjen marrë edhe me lexu. Po më vjen marrë edhe me ngu. Na nuk jem normal. Inshallah veç na vjen pe ati nalt atje, jo pe njerit, po pe ati na nalt, na far meteor kështu, na zhdu krejt pe faqes dhët. Nuk e di njeri çka thet, çka ka pas me dhonë ma shumë ai i dëshmori. Ma shumë se jetën çka ka pas me dhonë, kur gjo. E kalon një djalë jetim, sa do shmartu, edhe sa shqiptarët ja prishin darsmen. Ja prishin ditën e gëzimit. Pse on djalli i vllavit Ramushit. Çka ka lidhje djalli i vllavit me politikën e Ramushit? Atin është e pabesueshme çka ninte na shqiptarët. Unë shpesh kum fol edhe kundra Ramushit, edhe flas, edhe ka me fol. Po flas kundra Ramushit, për të banat e tina. Po nuk jam një njeri poshtër me aprish ditën e gëzimit një djallit dëshmorit. Me aprish ditën e gëzimit një nane që i ka dhonë 3 djem. Nuk shkon më kështu. Ajnin këtë tokë. Dalin të televizionet, kishe pëmbrojmë na edhe e zhytin edhe ma shumë. Të thirë të lifar njerin në mision ato, kishe pëmbroj e të shtinj ato, jo po darsma atina, jo po darsma e cecës, jo po vuk ma hoviqi, ma miqi, çka ka lidhe darsma e këtina pse përzin. Del thoj, one jam kundra kësaj gjuhe që po folet edhe kry puna, nuk i nevoj me shtu vuk hamoviqin, as cecën, as kërkanheq. Shumë e thjesht është. Për me mbrojtë shumë e thjesht. Jam kundra kësaj gjuhës. Edhe qaq, edhe përfundon filmi. Çka ka nevoj? Me përmen, kishe pëmbroj e pështin rën tani do sene që nuk shtijen. Këto për vacicat e televizionë eftona janë gjenë edhe mutin e vetë me hangër për 34 lajka. Bina të lifarnjeri. Në televizion kishe pëmbrojnë në dikonin. Unë protestoj për këtë parloj gjuhe që është ka batina. Në që se je dikushi edhe që mendon që je dikushi, merë me njerës janë politikë, mësë merë me njerës që kanë jetë private e nuk s'kanë kur gjo të baj me politikën, as me partijen. Po nejse, ju përshëndes, shka me thonë, kaloni mirë, deri në videon tjetër.